Përshëndetje të gjithëve. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një seri vendimesh të rëndësishme sot, ndër të cilat unë do prezantoj 2 prej tyre. Atëherë kemi marrë vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të platformës online TikTok. Ju, siç e dini, ne kemi zhvilluar një seri të gjerë konsultimesh me prindrit, rreth 65.000 prindër të pyetur në rreth 1.300 takime, të realizuara për sa i përket efekteve që lidhen me sigurinë e fëmijëve, që lidhen me sigurinë e tyre në mjedisin digjital dhe efektet negative që rrjetet sociale dhe platformat të cilat kanë përmbajtje të pakontrolluara mund sjellin në shëndetin dhe gjithashtu mirëqenien psikoemocionale të fëmijëve. Në të gjithë këto takime që ne kemi kryer, konsultime, me qëllim edhe realizimin e planit veprimit të ri për sa i përket forcimin e mekanizmave të parandalimit, sa i përket incidenteve të cilat më pas shkaktojnë incidente që lidhen me dhunën fizike dhe gjithashtu edhe bullizmin apo edhe atë online, kanë qenë shumë proaktiv për prindrit dhe gjithashtu kanë rekomanduar dhe kanë qenë pro mbylljes apo kufizimit të platformës TikTok. Nga ana tjetër, ne kemi ngritur një grup ndërinstitucional pune me pjesëmarrjen e institucioneve të cilat kanë përgjegjësi direkte për mbrojtjen, sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve edhe në mjedisin digjital, pra në hapësirat online. Kemi analizuar efektet gjithashtu që vijnë nga këto platforma kur bëhet fjalë sa i përket të gjithë aspekteve shëndetësore, aspekteve që lidhen me shëndetin psikoemocional të fëmijëve, por edhe pasojat që lidhen edhe me raste direkte të dhunës fizike, të nxitur pikërisht nga këto element pra që nxiten në mjedisin digjital